Horoskopi ditor e Hënë, 11 maj 2026. Dashi. Me Hënën në shtëpinë e 12, sektorin e fshehur të tabelës suaj diellore, i dashur dash, jeni pak më të tërhequr se zakonisht. Megjithatë, energjia e mirë është me ju për të lidhur gjërat e lirshme, për të reflektuar, për të kapur pushimin dhe për të shëruar. Mund të jetë më mirë të mbani mend se energjitë e ditës favorizojnë frymëzimin dhe imagjinatën mbi vëmendjen ndaj detajeve. Prandaj mbajini opsionet tuaja të hapura dhe eksperimentoni me ide dhe qasje të ndryshme përpara se të vendosni për diçka përfundimtare për rezultate më të mira tani. Të shtysh për përgjigje dhe angazhime është e pamatur për momentin. Informacioni që vjen ose njerëzit që takoni këtë javë mund t'ju ndihmojnë në aspektin financiar ose praktik, por vendimet e mëdha ndoshta duhet të presin për një kohë më të qartë. Mund të jenë të nevojshme ndryshime dhe rregullime të vogla. Demi. Hëna e sotme nxit dhe angazhon anën tuaj më shoqërore, i dashur Dem, duke nxjerrë në pa nevojën tuaj për një ndjenjë përkatësie ndaj diçkaje më të madhe se vetja. Konsideroni ta ndryshoni pak rutinën tuaj, pasi kjo energji është e mirë për të eksperimentuar me gjëra të reja, madje edhe në mënyra të vogla. Ju po ndiqni rrugën tuaj me ide dhe vendime, dhe shpesh jeni të emocionuar për interesat ose projektet tuaja personale, duke ndjerë se jeni në krye të gjërave. Megjithatë, energjitë më vonë sot janë brenda dhe jashtë. Nga njëra anë, mund të ndiheni veçanërisht të motivuar për të bërë gjërat dhe mund të keni ide që dëshironi të vini në lëvizje. Nga ana tjetër, mund të përballeni me pakënaqësi të paqartë ose përtatësi mendore. Mendja juaj mund të endet kur keni më shumë nevojë për të qëndruar në vend. Është e përkohshme. Mund të jetë më mirë të shmangni planet e forta, pasi mund të ndryshoni mendje pasi ta mendoni vërtet mirë. Binjakët. Mund të ndiheni pak më ambicioz sot, të dashur binjak, megjithse mendja juaj mund të endet në disa vende. Nevoja për të qenë formal mund të shfaqet me hënën në krye të tabelës suaj diellore gjatë gjithë ditës. Mund të gjendeni në një situatë më të dukshme që ju mban në gatishmëri. Konsideroni mënyra për të shtuar më shumë imagjinat në punën ose detyrat tuaja për rezultatet më të mira sot, pasi një tranzit Merkur-Neptun kërkon mjaft pak pushim nga rutinat e mërzitshme. Disa keqkuptime janë të mundshme, veçanërisht me miqt, prandaj përpiquni të jeni të duruar dhe përkohësisht të shmangni bërjen e planeve të forta. Mund të jetë e vështirë të përcaktohet arsyeja për pakënaqësi të lehtë ose një ndjenjë të mos sinkronizimit, por nëse mund të lini mënjan vendimmarrjen e panevojshme, mund ta shijoni ditën më shumë. Gaforja. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të shpirtit dhe aventurës, i dashur Gafore, dhe është një ndikim përgjithsisht që të bën të ndihesh mirë. Mund të jesh në humor për një ndryshim. Ndoshta ka të bëjë me peizazhin ose ritmin për rifreskim emocional. Mund të jetë një ditë kur po kërkon disa stimulime shtesë emocionale. Ndërsa dita përparon dhe Mërkuri lëviz në një aspekt të vogël sfidues me Neptunin, synoni të respektoni nevojën tuaj për imagjinat dhe një qëllim më të lartë, por keni kujdes për linja të paqarta në botën praktike. Mund të jetë e mençur të shmangni bërjen e deklaratave të paqarta ose të paqarta. Në përgjithësi, është një ide e mirë të ngadalsoni për të shmangur gabimet dhe keqkuptimet. Luani. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të intimitetit, i dashur Luan, duke treguar një nevojë më të thellë për përfshirje në një projekt ose marrëdhënie. Ju gjithashtu mund të shijoni ambicie dhe motivim më të thellë sot. Megjithatë, mund të preferoni të vëzhgoni në vend që të veproni vetëm për momentin, dhe kjo mund të jetë një ide e mirë për momentin. Ndërsa dita përparon me një aspekt të vogël sfidues në lojë, është e mundur që pa dashje ta paraqisni veten gabimisht, qoftë duke heshtur për diçka kur duhet të flisni, duke mbajtur sekret informacionin ose duke folur në mënyrë të paqartë. Kjo është e vogël, por duhet theksuar se ekziston një tendencë për të keqkuptuar dhe interpretuar gabimisht, më shumë se zakonisht, vetëm për momentin. Po i afroheni energjisë së fortë për zbatim praktik, por të menduarit sot mund të jetë pak i paqartë. Virgjëresha. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të partneritetit, virgjëresh e dashur, dhe instinktet tuaja shoqërore janë të forta. Keni marrë shumë nga vendimet dhe tani mund të dëshironi mendimin e dikujt që i besoni. Mund të ndiheni të frymëzuar nga nivelet të shëndetshme bashkëpunimi dhe një frym ndarjeje dhe të mësuari. Lidhja me të tjerët tenton të jetë pozitive, por mund të ketë disa konfuzione rreth opinioneve, transportit ose udhëzimeve më vonë sot.
Mund të jetë më mirë të mos i varni shpresat tuaja të premtimet vetëm për tani, pasi mendimi i paqartë mund të pengojë vlerësimet e sakta. Synoni të merrni shënim ide të reja dhe të shijoni mundësi argëtuese, por prisni për të vënë projektet në lëvizje. Të lësh menjan nevojën për të përcaktuar gjërat dhe për përgjigje të sakta mund të jetë e mençur tani. Jini të duruar me veten dhe të tjerët. Peshorja. Rutinat e përditshme të qeta dhe të rrjedhshme në fund të fundit do t'ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja. Peshore e dashur, dhe hëna e sotme ju kujton t'i kushtoni më shumë vëmendje këtyre temave. Gazëllimi juaj për projektet tuaja është i dukshëm tani, edhe me një energji të paqartë më vonë sot, ndërsa Mërkuri shkon në një aspekt të vogël sfidues me Neptunin. Mund të ketë një dëshirë për të sqaruar pozicionin tuaj medik, një ndjenjë se duhet të shprehni qartë atë që dëshironi në mënyrë që të tjerët të kuptojnë nevojat tuaja. Ose një ndjenjë të përgjithshme se nuk mund t'i lexoni siç duhet qëllimet e të tjerëve tani. Megjithatë, mund të krijoni një lidhje medik përmes mënyrës suaj të kuptuarit, vëzhgimit dhe perceptimit. Në fakt, mund të jetë më mirë të ruani diskutimet shumë të rëndësishme për një kohë më të qartë. Akrepi. Je i prirur të akordohesh me ritmet e një ritmi të lehtë sot, i dashur akrep, me hënën që vazhdon tranzitin e saj në sektorin tënd diellor të përkushtuar ndaj lojës, teatrit, vetëshprehjes, kreativitetit, rekreacionit dhe romancës. Mund të jesh duke kërkuar mënyra të veçanta për të shijuar ose shprehur veten. Ndërsa më vonë sot mund të përmbajë një energji konfuze, nëse synon të qëndrosh fleksibël, mund të jetë mjaft e këndshme. Ndarja e ideve me të tjerët është e frytshme. Mund të kesh një dëshirë të njëkohshme për të ditur të vërtetën e një çështjeje dhe një nevojë për të ruajtur një ëndër ose imazh të idealizuar. Mund të kesh nevojë për një pushim nga mendimet e tepërta për gjërat. Konsidero të shkruash në mënyrë krijuese ose të diskutosh tema jo materiale me të tjerët për të kuptuar më mirë rrugën tënde aktuale dhe ku qëndron me të tjerët. Shigjetari. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj vetëmbrojtës të shtëpisë dhe familjes sot, i dashur shigjetar, dhe ju jeni në modalitetin e përpunimit. Mund të shijoni mjaft qetësi dhe energjitë planetare aktive tani e bëjnë të lehtë të ecni me rrjedhën. Mund të jetë një kohë e mirë për të marrë një pushim nga shumë mendime dhe analiza. Mund të ndiheni të emocionuar për idetë dhe projektet tuaja, por është vëmendja ndaj realiteteve, fakteve dhe shifrave që duket shtëruese tani. Mund ta keni të vështirë të bëni përpjekje ose t'i përkushtoheni momentit më vonë sot, ose përgjigjet e të tjerëve mund të jenë konfuze. Prisni, pasi është e përkohshme. Bricjapi. Një ndjesi përgjithsisht bashkëpunuese gjatë ditës ju ngre humorin, i dashur bricjap, dhe gjithashtu mund të rrisë dëshirën tuaj për të shoqëruar. Shkëmbimet të këndshme janë të mundshme tani, dhe ndërsa energjitë nuk janë dukshëm produktive për momentin, një pushim nga të menduarit e tepërt mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet. Ndërsa dita përparon, hyn në fuqi një aspekt i vogël sfidues, i cili mund të tregojë një tendencë për të keqinterpretuar ose për të nxjerrë përfundime të gabuara. Njerëzit mund të jenë miqësor, por jo të përkushtuar, dhe ndërsa ju mund të kërkoni përgjigje më të forta, aftësia juaj për t'i mbajtur gjërat hapur mund të çojë në më shumë kënaqësi personale dhe më pak frustrim tani. Është një javë e shkëlqyer për të marrë parasysh idetë dhe informacionet krijuese që vijnë drejt jush. Ujori. Me hënën në sektorin tuaj të burimeve gjatë gjithë ditës, i dashur ujor, mund të jeni duke menduar për mënyra për të përmirësuar të ardhurat tuaja të disponueshme ose për të shijuar dhe për të shfrytëzuar plotësisht atë që keni. Ndërsa është një ditë e fortë për të menduarit krijues, ndërsa dita përparon, ka të ngjarë të ketë disa paqartësi. Dikush mund të jetë i lëkundur për shkak të mungesës së vetbesimit ose mungesës së pranisë së mendjes për të marrë një vendim të vendosur. Mund të jetë më mirë nëse nuk kapeni nga ideja se do të arrini në përfundime të qarta sot, pasi përgjigjet dhe angazhimet përfundimtare mund të jenë të vështira për t'u gjetur përkohësisht. Gjëja e rëndësishme është që të njihni fushat që kanë nevojë për përmirësim. Jepini vetes një pushim nga të menduarit e tepërt për detajet. Peshqit. Hëna kalon gjithë ditën në shenjën tuaj, të dashur peshq, duke ju motivuar të filloni nga e para në një nivel emocional. Po e shihni botën me sy të rinj në një farë mënyre tani, dhe kjo mund të jetë freskuese. Mund të keni shkëndija frymëzimi që në fund të fundit ju ndihmojnë të zgjidhni problemet. Ndërsa dita përparon, mund të jetë më mirë të shmangni varjen e shpresave tuaja në arritjen e përfundimeve të besueshme.
Sot ka më shumë të bëjë me frymëzimin dhe kreativitetin se sa me vëmendjen ndaj detajeve, dhe ju nevojiten këto lloj ditësh aq sa keni nevojë për ato kohë të inteligjencës praktike në rritje. Megjithatë, keqkuptimet mund të çojnë në drama të panevojshme, kështu që mund të dëshironi të siguroheni që jeni veçanërisht të qartë me udhëzimet dhe udhëzimet. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.